për Kianën, Mali është vendi ku e ka lënë pjesën më të madhe gjatë një viti. Po, fiks ashtu është. Për mua për shembull është shumë normale me i kalu diku deri në 10 muaj të vitit në mal. Një pjesë e vogël për tyne kalohet pra në Kosovë, edhe ato muaj cilët vetëm se jam në Kosovë, jam duke u stërvit, domethënë jam duke i bo ushtërimet e mia fizike, cilat pastaj përcjelli edhe në mal, edhe me një farë mënyre muj me thonë se dikon 90% vitit na e kalojmë në mal. Duke ushtru, duke garu, është goxha sfiduse. Sa është e vështirë në aspektin emocional? Shumicën e kohës, familja mundet me të përcjell në disa vende, apo vinë gjithë me ty, pasi duhet me të përcjell edhe ty? Këto 2 vitet e fundit, cilat kanë qenë vite kyçe për përgatitjen tam për Olimpiadë, kam qenë shumicën e kohës vetë, deri vonë kam qenë me babin, deri sa kemi pas mundësi me ardhë. Momentalisht unë jam me një ekip ndërkombëtar, edhe shumicën e kohës jam vetë. Edhe jam e vetmja kosovare.